Përshëndetje miq, jeni me emisionin Frekuenca e Debatit. Sonte do të flasim për rini, edhe pse 55% të popullsisë së Kosovës e përbën rinia, çuditërisht në për studiet e televizioneve kosovare, debatet për rinin kanë munguar. Mirë po ne sonte do të flasim për rini, se cilat janë problemet dhe interesat e rinis, cilat janë modelet që i kanë rinia sotit dhe çfarë mund të presim nga kjo rini që kemi sot. Për këto dhe shumë çështje të tjera, me neve sonte në studio Visar Arifaj, autori i emisionit Pun. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotëri Arifaj. Mirë se gjej. Si dhe Arjan Xhezairi, studius i shkencave sociale. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotëri Xhezairi. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Milaem Zeka, autor i emisionit Parrotlla. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotëri Zeka. Para se të vazhdojmë me debatin në studio, ju ftoj të ndjekim një kronik të përgatitur nga stafi i emisionit ton, i cili flet për problemet e rinisë. Për krijimin e kësaj kronike kemi marrur për bazë edhe një studim të kryer në Prishtinë në vitin 2012. Me çka merren të rinjtë e Kosovës, cilat janë atraksionet e tyre kryesore. Ndryshimet e shumta kulturore, sociale e ekonomike kanë bërë që të rinjtë të jenë të interesuar pas imazhit të mirë, daljeve të shumta nëpër kafiteri, angazhimit në rrjete sociale si Facebook, Instagram, Twitter, e shpesh të shquhen edhe si dembel. Kosova vlerësohet të jetë vendi me popullatën më të re në Evropë, me një mesatare prej 29.5 vjet. Shkalla e papunësisë të këta të rinj sillet rreth 55.9%. Papunësia, mungesa e lëvizjes së lirë, niveli jo i mirëfillt i shkollimit, ka bërë që këta të rinj të jenë pesimist për të ardhmen që i pret. Të rinjt, kohën e lirë e kalojnë më së shumti nëpër kafiteri, duke konsumuar media e veçanërisht rrjetet sociale. Kafenet në Prishtinë në qytetet e tjera janë vazhdimisht plot nga frekuentimi i të rinjve. Sipas një ankete të fundit të bërë nga një medium, del se të rinjt ani pse pa punë shpenzojnë prej 3 deri në 5 euro nëpër kafene. Shumica prej tyre kanë thënë se krejt kohën e lirë e kalojnë nëpër kafiteri sepse nuk kanë punë. Që i bie se të rinjt shpenzojnë diku rreth 150 euro në muaj nëpër kafiteri, pra sa gjysma e pagës mesatare në Kosovë. Ndërkohë që sipas një studimi nga Friedrich Ebert Stiftung, rinia kosovare kalon një pjesë të madhe të kohës duke parë televizor, duke dëgjuar muzikë dhe duke përdorur rrjetet sociale. Mesatarisht njeri kalon 3.5 orë në ditë duke parë televizor, ndërkaq vetëm 35% të anketuarve merren me sport. Përdorimi i rrjeteve sociale është i pranishëm tek 91% të anketuarve, me 83% të tyre duke i përdorur për të qasur në rrjete sociale dhe vetëm gjysma e tyre për të informuar. Ndërkaq, sipas këtij studimi, për të rinjt në mod më së shumti është të duke zhbukur. Së paku kushtu kanë vlerësuar 87% të anketuarve. Pas vlerave të lidhura me pamjen e jashtme, në mod sipas tyre është të mbarosh arsimin universitar dhe të jesh i pavarur. Më pak se gjysma e të anketuarve kanë vlerësuar se të angazhohesh në politik është në mod. Zotëri Arifaj, dëshiroj të filloj me ju. Cilat janë problemet më të mëdha me të cilat ballafaqohet rinia sot? Për mendimin tim problemi më i madh është që ende trajtohet si një shtresë e ndame e popullsisë. Atë kur folim për rinin, prap folim si me qenë një farë grupi më i vogël, po janë shumica e popullatës, kështu që nuk do të me thonë për mendimin tem cilat janë problemet e rinisë, po cilat janë problemet e kosovarëve, se është i njëjti sen. Cili për mendimin tem është problemi më i madh, unë kisha thonë që është izolimi që e kanë në Kosovë. Për shkak se që ky izolim o të i tranu, edhe për ishte mja pasi nati një tjetërit se në momentin që ti jetë i po të njëjtat ftyra, çdo ditë sa silësh, edhe se cilit din punte, se cilit njëni tjetërit, me njerë bot një situatë shumë frustruese, edhe njerëzit thjesht kanë nevojë me dalë me shliru kryt, me pa diçka, me shku në një koncert, mu kthy, edhe veç me qenë kështu psikikisht pak më rahat tash. Problemi është, po doj, e mira është që kemi na një shtrirje shumë gjanë të mbulueshmërisë me internet. Diku mbi 80% e qytetarëve në Kosovë kanë qasje në internet. Po tash e keqja e asaj është që ti e sheh botën prej asaj dhe e sheh çka o ty të mungu.
Edhe që ky izolimi që është të ju bo në mënyrë shumë të padrejtë, sidomos të rive kosovar, unë mendoj që është një prej problemeve më të mëdha tash. Natyrisht që mundem me hi edhe në neglizhencën që ndodh në edukim, në mos investim në kulturë, krejt këto ndikojnë, po ndohet që në që mlefin më të madh që po e shoh kështu te shumica e trive është ajo që ndikon më shumë të është kjo liria e lëvizjes që po mungon. Po personalisht mendoj që problemi më i madh i rinisë në Kosovë është se për 16 vite në Kosovë ka drejtu një klasë politike super e paditur. Dhe Hoxha Santasini ka qenë rektor në Universitetin e Stambollit edhe ju ka thonë studentave që gjunoj më i madh i njeriut është padituria. Dhe këta politikanë tonë, në vend që me investu në edukim, në vend që me investu në ngritjen e qerdheve, në radhë parë në qerdhe, pastaj në shkollë fillore, pastaj në gjimnaz, akoma rinia jonë mëson në përklas deri 45 nxanca me një mësuse, kur Evropa, dhe më thonë, ka shku është sistemi arsimor edhe sistemi shëndetësisë e përcaktojnë zhvillimin e një kombi. Dhe problemi numër 2, që mos zgjatëm kështu në hyrje, është vrasja e shpresës të trive që ky vend mund të jetë më mirë. Kush e ka vrarë shpresën e trive? Klasa politike, politikantë, sot nuk dëgjon asgjë prej trive përpos mundësinë me ikë nga ky vend. Zotri Gjezaili, ju si një studius i shkencave sociale, cilat janë problemet më të mëdha që janë rinit, cilat e keni identifiku? Unë personalisht mendoj që përpos gjithave që ju përmend prej Visarit edhe prej zotri Mlajimit, është edhe një anë tjetër që mendoj është trashëguar prej gjeneratave të mëhershme, ajo është ndoshta mospasja e një kulture për me inkuraju në aspirata tjetës rinin tonë. Domethënë, rinia krijon përshtypje varësisht prej madh që frekuenton më shumë. Tu izolu në grupe shoqërore, njerëz cilët ndajnë pikpamje. Ju thoni që ka paragjykim mes gjenerata të vjetra ndaj rinisë? Jo paragjykim në mos pranimin e shasive ose potencialit që posedojnë rinia, mirë po më shumë mospasja e një kulture si popull ta shojmë është, apo kushtimisht cilët e inkurajon triun që duhesh me e marrë shkollën edhe nëse nuk e zgjen një vend punës nëse mas nesër edhe nëse dështon një herë, 2 herë. Patjetër, domethënë, është kjo një mungesë që mendoj është trashëguar edhe tani e posaçërisht kur ja bashkangji gjithë këto ngjyrime edhe dukuritë që i përmendi zotëri Mlajimi prej politikës e prej mbytjes shpresës, cilët mendojnë që çapo duhet shkolla në këtë sens nëse unë eventualisht nuk kam ndihmuar në zhvillim karriere, nuk kam ndihmuar në realizim të një jete më të mirë, për shkak që de facto përpos pajisjes edhe ngritjes intelektuale, shkolla duhet me aludu edhe ato që kam e t'i mbulu shpenzimet, investimet e financave që i ke bo për gjitha ato vite, apo? Edhe, dorën zemër, shkollat na mësojnë me u bo politikan. Se ti në shkollë mësosh jo për me mësu diçka dhe për me që matej ndoshta që ato që ki kujtu, ose me thjesht me bo një debat me mësimdhënës, po mësosh kryesisht qysh me ja bo qefin profesorit, arsimtarit, edhe ja nis prej shkollës fillore. Prej momentit kur ja nisim me shkru hartime, në klasë 3, 4, se dita është kur ja nisim me shkru hartime, është tema, dita e parë në shkollë. A guxon ti si nxënës me u bo i sinqert aty me thonë, tepër po pritoj me u kthy në shkollë, shumë a mirë ke gjatë pushimit. Jo, ti duhesh me tregu sa i lumtur, sa të ka marrë malli, për shoqërinë, për mësuesit, për libra, se që ashtu e merë pashe. Nëse ti ishe boj sinqert prej fëminis, me siguri kishe përfundu me nisha dhe tani e len shkollën krejt, edhe që shtu përfundon t'ju bo dikur politikanë, se mësosh se cilit njeri vetëm ja thonë ato që ka qef mendi, e kur gjo prej mendimit të original aty së mbet. Visari më nxalli një diçka që po e tham me emër edhe mbi emër. Në shkollë kemi debatu edhe profesori Recep Jashari, që jeton në Suedi, profesori gjuhës një Alamet profesori, e kishëm legjendën e Misrit, të Migjenit. Fatkeqësisht du të thamë diçka që rinia jonë pak lexojnë. Shumë pak. Mos tym tërsa është temë gjatë.
Edhe legjenda e Misrit, kishëm ne me thonë përmensh. Qysha i malësori me shkam graniti, shkon atje, apo kupton edhe ja merr ata thost e millet atje, kur shkon me morë misër, në vërtet i përkullet ati në punësit, te magazina. Edhe profesori për na pyet 1, 2, 3, dhe më tha mu, si analizon? I thash profesor, unë du me dhon dhe analizë, jo veç përmensh, tha urna, viti 2 gjimnas. Thash, me gjeni e përshkru në mënyrën ma fantastike karakterin e pa karakter të shqiptarit. Tha pse? Thash, kë vegan që e rre grun stopës atje, i rre kojshit me boksa gjithë ditën, në vend që të shkon, e të thënë magazinën, e të merë misrin, i përkullet ati për 2 kokra misër. A kupton? Përkullja fillon në familje dhe në shkollë. Fatkeqësisht. Atë fynë, atë taban. Për shembull, kur kum gjitur në syza, kam pas problem me sy në gjimnaz. A di pse kam heqë visar? Se fillun profesorët me më thotë qëre kjo qorre. Ne, halon nuk kemi bot debat që ka ndodhë në për shkollat tona me fëmi, që që thojnë, për shembull fëmijë, që kjo trashullukja, qëre kjo bullica, me kojnë zi, qëre kjo ma gjupi, me kojnë i kum pos 6 gishta në dorë, qëre kjo me 6 gishta, shkojsha unë mbyllsha në WC, ka 1 orë kojsha. Arjan Zotri Zeka përmendi që kjo rini nuk lexon. Janë ndër defektet e kësaj rinie. Çfarë mendoni? A lexon kjo rini? Sa lexon kjo rini? Po mendoj që ka bazë të fuqishme për me argumentu si tillë. Në fakt, unë jam i lumtur me të thënë drejtën, sidomos në vitet e fundit, si shoh ka një entuziazëm e një si ta quaj popullim të hapësinave ku mban panegjirat e librit, që jep një indikacion ndoshta mos po evoluojmë prej një pozicioni ku jemi si shoqënia tonë për krimin e përshtypjeve, pikpamjeve ndaj botës, ndaj gjanave që na rrethojnë kështu me radhë. Prandaj prap kjo nuk e ka lëviz shumë, mirë po për me inkuraju leximin mendoj që duhet vjen prap nëse më kishim mundit më kthy prej institucionit në anën tjetër. Unë po ndëgjoj prej një tafërmit që jeton në Londër, është turp atje, po thotë, nëse e frekuentojsh nëpër tramvaje dhe transportet publike, e nëse nuk e keni një libër të hapur në dorë, domethënë edhe ata që nëse nuk lexojnë, spajkën provojnë të shtiren apo si tillë, kishe janë duke lexuar diçka për me tregu që janë në stadin shoqënor në ato që cilësohet, vlerësohet në anën tjetër, për shkak që leximi është pasionim, leximi është riformësim i pikpamjeve, nëse i ke pas deri me një pikë caktuar me dëgjume, kemi pas prej të përpunimeve që i ke bëu vet. Prandaj mos leximi është një prej defekteve ndoshta kryesore, posaçërisht tek lexim, tek shtresa rinore. Unë më herët dashta me parashtruar si pyetje nëse eventualisht gjitha këto negativitete nëse kishim mujt me i shujt kushtimisht, apo për shkak se s'po duam të japim pozicionin nëse është e mirë ose e keqe, por a thu janë edhe si rezultat i gjendjes tonë si kemi qenë 17 vite përpara, apo ndoshta jemi shumë risht të ju fut disa proceseve që nuk i kemi njoft, as nuk i kemi ditë më herët. Ka qenë debat, ama mirë ka qenë me pas qenë krejt shkollat e mbyllura, a me prodhu idiotat po drumave, u këtan? Të është teme e gjanë, se kena prodhu idiot me diploma. Pastaj po, kjo okej. Sa magjistri me nërë me thonë bon, sa doktor e shkencës, dvje marrë me tha vetit qëfar intelektuali u burë. Do të them që edhe te sistemi arsimor pastaj meriton që të jetë i çortuar dhe i kritikuar. Aty ku sa dora shtetit s'ka kur gjabre? Kisha disa instanca ku mbajsha kurse të programimit me studenta të vitit 3 të Universitetit të Prizrenit të rast apo. Edhe sinqerisht u mahnitësha qysh për 3 vite sfidat më të mëdha kishin pas tha mi hin qef profesori ndoshta ose me sjell profesori për deri në 8 muaj, 9 muaj për një nënshkrim, që më ndoket absurdi më i madh me nga pas nënshkrimit profesorit për notën cilën e ke marr. Megjithatë, ajo që arritëshin më ofru studentat në atë shkallë ishte me dorën zemër për keqardhje, për shkak që spaku deri në vitin e 3, edhe pse personalisht mendoj që universiteti nuk duhet me specializu ty, saqë duhet me të vunë binarët e studimit në atë sens, apo unë asnjëherë nuk e kam quajtur studim, më shumë inkurajim dhe sistematizim i rrugës që kemi ndjek tutje. Mirë po megjithatë edhe informatat bazë apo edhe shkatësitë bazë që është dash vetëm me i kalit për 3 vite, një student i vitit 3, mendoj lëneshin shumë për dëshiruar, saqë u kthej ke pyetja te çfarë është pastaj ato që po ofron universiteti, jo sa po lexon studenti. Domethënë këshilla dhe rekomandimi im që ju kalojsha ishte që ti merresh si nxitje për me orientuar se cila janë
kurikullat për me zgjedh një profesion nesër, mirë po plotësimin me materiale shtesë duhet ta bësh prej vetvetes, prej përzgjedhjes tonë të gjon, për shkak që universiteti kur nuk mundën me përtakuar si tillë gjitha njohuritë tua nevojshme për me specializuar në fushë. Mirë po, nëse shef laramanin ose përzgjedhjen e kurikulumit, pastaj divergjencat që janë lënda prej lëndës, apo në një fushë specialistike po flasim, jep me kuptuar që edhe ata cilët akreditojnë, edhe ata cilët aprovojnë atë kurikulum, ose bëjnë shkelje shkosa për të kryer një procedurë ligjore me thonë se kemi mbaruar detyrimin ton, ose nuk e njohin dhe nuk marrin erë në fushën për cilën janë vunë pozicion që me dhonë dritën e gjelbërt në vazhdo tutje. Tash, për mos me qenë shumë pesimist, ndoshta edhe kur e vlerësojmë rinin na lexon shumë ajo, pe dim që jo, po duhet me krahasu gjithmonë me të kaluamën. A është të shkut, ja nis me lexu më shumë apo përshkon të bëj më keq. Tash unë për çet punë nuk kam të dhëna. Po ndoshta një prej faktorëve për mendimin tim, që mundet me qenë prej faktorëve kryesor që kanë ndikuar që shumë të ri mos me lexu, ose shumë se që ata të ri edhe vjetrohen tani, pra shumë njerëz të na mos me lexu, është prapë me u kthy shkolla fillore. Verorja është libër bajat. Lektyrat që kemi pas na janë kënd të këqija. Pse mos me gjeti libra që janë interesant, se kur është një libër interesant ti nuk mundesh me u ndal pa e kry, se të intereson çka ka me ndodh. Kur është një libër monoton, sidomos ti hala fëmijë dhe vëmendja është të shkon të në ant, ka 100 metra në sekond, është torturë. Kur ja nis me lexu një libër që nuk të pëlqen, po e ki lektyrë dhe dush me lexu deri në fund, ti ki mu torturu edhe tani mbas 8 vjetë lektyra që nuk të kanë lexu, vish me mendu për libër, ti ki me thonë ik mëre që është ajo torturë, ma përpara shkoj më burgeri një muj se sa me mështi me lexu libër. Do thëni që ju ka gërdit libri, ja kanë gërdit mësuesat. Ta gërdit, unë për nis nga prej vetës, tek në shkollë të mesme e kom pa. Kur ja kom nis me gjetë libra vetë që më kam pëlqy mu, ja kom nis me lexu Lord of the Rings, ja kom nis me lexu science fiction, libra që s'kanë qenë përkthym, fatkeqësisht tash më ka ra me lexu më shumë anglisht se sa shqip. Po e mbaj në mend atë momentin kur ju më çudit, të thonë hemër, është shumë koka seni mi libre, po më ishe më u kënaq ti lexu. Merrni kamerat edhe vizitoni grupet e biznesit në Kosovë. E ka shtëpi në 10 dhoma, nuk ka bibliotekë në shtëpi. Veç një dhomë të kish la mangu. Ose, merrni dhe bane një studim, këti pjadhon si temë. So shqiptari hanë buk e flin e buk, e ka makinën 80.000 euro, e s'ka bibliotekë për fëmi në shtëpi. Nuk ka libra. Dhe a i fëmi, ka me dollë që si farë gugjani, s'ko ka shkona, i sa është produkt i që aty në prendre. Dhe qka bisedohet në tavulina tona mas shumëti, edhe në familje tona, po fullëm me përqindja, 60-70%. Baba full për makinë, so e ka blit shtrajt, baba thot kena me shku një syneti, keme shku i darsëm, nona full për frizur, të cila frizere ka bë frizuren ma të shtrajt. Dhe dalim tash prej familje, dalim në qytet. Qka flitet në qytet? Qka flitet mes neve në tavulin? Mes gazetarve? Asnjëherë nuk flitet për analizë të një programi, nuk më tregon mu dikush për shembull që me hynë në muzejin Louvre në Paris, do të me prit 5 orë, 6 orë, 8 orë, po që folëm? A pëshët që të setër, po, e kumblit 600 euro. Nështë ta 60 e kumbleja, po tash visori thëta, kjo maftofja, maftu që për kolare, orën sa e kumblej. Ky mohabet bëndë dhe ky mohabet ta qmendë trunin, ta prish trunin, ja prish ati fëmiu që i nqizon gjdo gjanë. Se fëmit i nqizojnë gjdo gjanë, ty duket a i polun atje me diska, po krejt bisedën e të rriturve e dhe gjanë. Dhe sa familje tona ju thëjnë fëmive, shuj se lajme të fillun. Kjo është edhe i problem tjetër, është problem, shoqënia kosovare ka problem sepse ty të ka ardhë në pushtet një klasë politike, një kastë të deputetve, që mja pas më shef paret në liber kur si këshin gjetë. S'ka lexu kur, a diti kur një deputet për herë para, a diti pse unë nënshkru kushtetuta e Kosovës në bibliotekë kombëtare.
Vetëm hatri me shti për herë të parë deputet atje me po që ka bibliotekë këj vend. O zotri, këto është problemi. Ky është problemi kryesor që e kanë trit tonë në Kosovë. Dhe pajtoj, vazhd zoti, bëhet liberalizimi vizav, dhe këta mësision prish krejt, po vetëm gjysa, bili shkojnë brëndejnë vjen veç i shojnë ato muzet, bukra, ato rrugë, ato parqe, ato lule, ha? Qka bëjnë? Mësori tha që i kam po në internet gjitha. Po ndryshëm. A tjetër është. Dhe gjo, ti 20 vjetë rritet qurshia e vjen kojshia thot që ako ka bo me prej sakic. Jena në fund, kjo është e pjesa e parë e emisionit, shkojme marketing, pasaj kthehemi me pjesën e dytë. Jemi rikthyer me pjesën e dytë të emisionit para zotri Arifaj. Cili është gjëja që dominon në jetën e trive, me çka merren ata mas shumti, çka diskutojnë në mohabetet e tyre? Pajtash. Muj me thonë ndoshta që kemi qef shumë me najt. Veç me najt. Veç me najt. Është një prej aktiviteteve të cilave ja kemi marrë dorën kështu bajgi mirë. Po, tash, shumë shpesh përmendën kafenet, pëse gjithmonë janë të mbushur dhe të nkonë në rinia që aty. Prapë edhe kjo lidhet me që ato që kafet janë vetmet vende publike për rinin, ku munder më ullë, në një tavulin edhe me folë me një tjetrin. Ti mundesh me parë sheshin në Tereza, ka plot ullëse anash, po krejt ullëse që janë ashtu vetëm që me qenë të spektatorë dhe me i komentu njerëzit që të kalojnë për para. Por nuk ka në asë një vend kështu ullësi që jënë të këthy me përbal njëna tjetërës edhe që e kanë të një tavolinë edhe ti me mujtë me folë edhe me diskutu me dikon. Që është shumë send ishnosh edhe po ndoke që kemi nevojna me shprej vetën të njëni tjetërës. I bjen me një ide dikujt që ashtu janis, kështu që të na qaq e kanë marë kafet mbi vete këtë barë, sa që shumë shpesh edhe takimet e punës, bohën në kafe, nuk bohën në zyre. Kështu që jënë simbol interesant kafe të na. Interneti, pjesa tjetër e ditës është, tash pjesa më e madhe e di që shkon në Facebook. Facebooku i ka shumë të mira se na ka lecu me që jem kontakt me shumë njerëz të njëjtën kohë dhe ndoshta mos me pas Facebookun kishim shkput kontakt të krejt me shumë njerëz që i njohim çapë prej shkollës fillore, çapë diun e tash hala i shoh fotografitë. E shoh çka ti bo edhe sot. Po. Problemi për shkak me Facebook, për mendimin tim, jo vetëm me Facebook, por në rrjetet sociale është që krijon raste, tash ata i kanë algoritmet qysh ta paraqesin materialin, i kanë algoritmet e programuar që ashtu që me dalë që ato që ti klikon më shumë edhe që ty të pëlqejnë më shumë në një farë mënyre. Po kjo e krijon një cikël që ti ki me pa vetëm që ato që ti ki qef me pa, edhe e hub sensin e realitetit. Kemi pa postimet vetëm të aty në njerëzve që ti zakonisht i like, edhe nuk i sheh mo mendimet e kërkuj tjetër. Edhe tani ti krijon një përshtypje për realitetin që krejt shoqënia është të mendu njësoj si që ata 5 veta cilë ti shet në kohë. Edhe secili prej neve e ka tani një pikpamje krejt ndryshe për realitetin edhe thojmë, po krejt po thojnë qështu, krejt po mendojnë qështu. Mirë po kjo është ndoshta një temë për rrjetet sociale. Mirë po Baci Mlajem tha që shtetet e jashtme gjatë ditës vetëm pensionerat dhe njerëz të moshuar janë për kafene, kurse tek ne janë edhe rinia gjatë gjithë ditës. Mendoj se kjo nuk mundesh me përjashtu, vonoj ka të bëjë me rrjetet sociale, definitivisht kjo që e tha Visari, mirë po është edhe pjesë e realitetit integruar shoqëror, as nuk diskutohet. Për faktin se rrjetet sociale është kriju, është shndruar te na në përdorim i tij si një mekanizëm që promovon stilin eklatant jetës tënde, apo dhe me këti shive çfarë jetë e kje, se gjitha problemet i ke shutue, ki një standard lartë jetës, je kafeve, je restoraneve, je me pamje ashtu romantike ndoshta me dashurën ose me shoqni si bosa ata që domethënë kjo është ai imazhi që synon një stres e caktuar me rinis me e promovu përmes rrjetit social. Domethënë
Unë deri ma herë, deri para 15 viteve, ke mujtë me bo ndamje mes virtualitetit dhe realitetit, sa i përket internetit po flas. Se virtual realiteti është një gjë tjetër në këtë rast. Mirë po, virtualiteti dhe realiteti sot është i integruar në mënyrë të plotë. Domethënë, edhe me hallën në Zvicër po flasësh me diçka që jo virtuale, derisa më herët e ke thirr telefonin e ka kanë me dashnor. Edhe me dashnorën që i ka gjithmonë standard. Tash faktikisht është e dhimbshme që edhe dashnia ka vdek, është dobësuar, është zbe, se përpara u burr. Jo, bre. Ha? Po tash I love you me thon dikush të mysin ty të thon, po dashni reale, shiko, është bën një varfshmëri e madhe e trive në rrjetet sociale. Shumë e madhe, edhe është gjunaf, beso që është gjunaf. Kjo, ku e lexova dje par dje, personi që e ka shpik, për shembull iPadin, kur s'ju kalon dorë fëmijëve vetë me prek. Apo kupton? U bom mobili, unë fillimisht thësha, okej, ai që ka zbulu mobilin të paktën i ka largu njerëzit prej atij momentit kur I fotëshin gishtat në përhun tash në iPad, apo kupton, nëse në iPhone. Po jënë bo njerëz si narkoman o burr. Gjithë ditën familje, sot këshusha që tu me një kafe, beso që 10-3 kanë qenë, tonë në iPhone aty nejtë. Unë me gru time, shpesh po m'bjen, po shkojnë dhomen tjetër, se mu më pëlqenë ma shumë me shiku dokumentare këto, ajo shikon film artistik, beso që shkrujna në Viber, prej dhomen dhomë, që shia u lodhe, apo tec filmi, varshmëri. Kjo e humb artin e komunikimit. Ne kur I kemi dëgju gjyshje Spajtona e qëto. Mu po mdoket që përkundrazi vetëm e plotson. Gjua ton kohën shkon të evolu, gjuhën që e folim sot nuk ka pas kur gjo, përndaj ka ndryshuar shumë prej asaj para 100 vjetëve dhe qështu shkon të evolu. Kanë mi ushtu gjuhës, edhe ato emojit, edhe simbolet tjera. Gjuhës për përdorin heq veç gishtat. Po është ndron komunikimi dhe ka me evolu edhe nuk mundemi me ndru. Unë mendoj që është gabim, edhe është e vërtet se tash edhe me studime del që në momentin që ti sot vendos me u shkput prej rrjeteve sociale, edhe reagimi fiziologjik në trup po është njësoj si me e leon drogën. E vërtet. Po tash, a është që ajo sendi keq, unë nuk mendoj. Unë mendoj që sidomos për gjeneratat e reja, cilat prej që janë lind edhe rrit me internet. Bota virtuale nuk është hiq ma pak e rëndësishme se bota fizike, që është me qytë këtë botën reale. Botë reale ka mu bodhe që ajo, tash, edhe vetëm ka me shku t'ju intensifiku, tash, ka fillu Oculus Rift, kanë fillu edhe këto pajisje tjera përmes cilave ti kime e përjetu shumë në mënyrë vivide që atë realitetin virtual, edhe tash mundësit që kemi me pas në të përjetimit janë hala kështu të pa imaginushme, se hala nuk e dim që ka kemi me mujtë me mbrime që atë send. Kështu që jeta në rrjetet sociale, që tash është vetëm fillim edhe, me siguri që nipat kanë me kesh me Facebook edhe me Twitter, me thonë ashtu, që ajo koha kur do është hala me tekst aty, me shkru statusa. Qa për dijon e tash mundet me ndodhë gjithësishme. Qa që përdu me thonë, nuk është ma pak e rëndësishme që ajo. Ai shkrimtari italian Umberto Eco, jam korrekt, se me emna kam defekte, ai shkojnë në dynja e la një laf që kanë me përmen brezat, tha që Facebooku I ka dhonë mundësi edhe idiotit, edhe ati bariut atje me hy edhe me ta komentu të shkrimin. Problemi është që njerëzit studius të kalibrit të këti miku tim që merren me këto studimet e problemeve sociale, ishdosht në radhë të parë me bon një hulumtim dhe një studim se çfarë fjalorit komunikimit e përdorin të rritë me zveti, ku është niveli, mas pari me shku të njerëz që quhen intelektual, që hynë atje për shembull ti komenton për demarkacionin, a I full krejt dishka tjetër, thotë, ajtë mërë se unë ti kina pasëru lëbë bashkë, që ku gjuhet atje, a buptan, ose thotë, je la në hërtë lëbëve me pocarkë, ti s'ka din tash me më kalzu mu për demarkacionin. Niveli të ne, niveli debate tash shumë I ullët. Të ne, nivelin Shqipëri I debateve televizive, ju që është I ullët, po që është debati qmendur,
Unë do me thonë, javë kam ndalu në kurs, kisha pos dëshirë, fëmit e mi me shiku debate që banë televizion të Jo Shqipërisë. përni që ne qëndrojmë më mirë në këtë aspekt? Absolut po, kemi tjetër kulturë të komunikimit, atje folin tonë për herë, folin gjysore nuk thojnë kur gja. Ty si kuptët debati se qka pëndodhë atje, sepse edhe i pagujnë, mos harro për informacion tonin, nuk ashtë si puna e jote edhe rëtëkës që ne na keni thirrë pa pagesë këtu. Mirë po nuk keni të përhershëm ata. Pa marrë parasysh, këtu edhe të përhershme të zdive Halil Matoshin të pagushin, po nuk i pagujnë. Televizionet të ne nuk i pagujnë, as musaferët, as shpenzimet, as kurrë. Në Shqipëri e bojnë një gjatë tjetër. Të rikthejmë tek ajo që përmendë. Unë rrok gjohën puna e rrjeteve sociale, unë s'po mundi me ka përsy pa thonë një gjohë. Tash jemi mes dy ekstremeve në këtë rast Visar, apo Visari shumë me favorizoj, unë mendoj që prej prizmit shkencave sociale. Po kë krejt votus të kotë rrjeteve sociale. Nuk mundemi me Të vonë kë pleq nuk votoj. si normë, nëse është i mirë ose jo, i gjithë komunikimi virtuale. Do të thonë as mund me përjashtu, po as me përjashtu këtë tjetrin të komunikimit real. Unë kom pa edhe prej ulëmtimeve që kemi bua edhe në Vjenë gjatë studimeve, po edhe ulëmtimeve që kom lezu për universiteteve të tuaja si Massachusetts Institute of Technology, pikrisht për rrjetet sociale. Pastaj një dhe unë përjetu me të drejtën në lëkurë teme, pas i lexova ulëmtimin që thojke se nxënësit që po shpërqendrohen pas 15 minutave po shkruajnë një punim seminarik, po kthehen në Facebook nëse kanë marrë lajka, lidhshmërinë e paragrafeve nuk pe kanë absolutisht njëri me tjetrin, domethënë se ka pa krejt diçka tjetër. Që nxënësat, po kjo ndodh me gazetarë. Okej. Veç kur e shet të tekstin gjysa ne gjys knese, i ka shkru dikush Facebook atje. Halo ma keq. Do të them që te puna e problemit bukur e tha Visare që krijon ti një pikpamje për botën. Unë dashta me ndërlidh me një anë tjetër që mendoj është ma kritike, ajo është qëndrimi apo frekuentimi me njerëz e njëjtë, në rrethin e njëjtë, apo në këtë sens. Unë e shoh si problematik këtë, për shkak që ato botkuptime, ato pikvështrime që i kultivon ti, nuk update ratën, apo nuk i rifreskon. Domethënë, aty krijohet ajo nocioni i garës mes kolegëve, cili ka shkuar në Budva, cili ka shkuar ku di unë në Allanje, ose na katonart kush ka hangër flinje, qesin flinë ato taka ke, po jo tepsin e flinjës. Kjo i takan më shumë një teme për rrjetet sociale që Jo, po shpresoj vlas te realia, tash jo te rrjetet sociale. Unë vlas te realia është që një njeri duhet të ketë parasysh pasunimin e përvojave të tij. Domethënë se pikvështrimi ndaj botës krijohen mbas përvojave që i ke ti, mbas asaj që ke vizituar, mbas asaj që ke lexuar, ke dëgjuar. Tash nëse ti në mënyrë konstante i ke jaraninë e njëjtë, që da shumica prej nesh i kemi ndoshta gjithë ata me të cilët shpesh dalim me pikave, edhe më shumë se edhe me familjarë tonë në raste të caktuara. Nëse ti me ta në mënyrë konstante nuk rrah temat të ndryshme, nuk trajton problematika të ndryshme, edhe pak mu sfidu bile nga këndi intelektual nëse ky ka lexuar një libër e të tregon apo të man ligjërat prej asaj që ka përfituar ai, fillon ajo ndjenja e kompleksit, që ishte shumë prezent në shoqërinë e rinisë austriake, në mënyrë ekskluzive mundë me theksu në këtë rast, ishte ajo ndjenja e garës që ti vetë ju, po si she nuk e, si ti thamë shqiptash, you don't match the level, edhe nuk je asaj shkallë me cilët po frekuenton, po diskuton, u kompleksojsh vetë ju që të nxitke pasaj me detyru me shku me lexu ose me pasunu diapazonin ton me gjana të cilat i trajtojsh në shoqëni. Kështu që kjo kur fillon me u kultivu në mënyrë konstante që kret koncepti i jetës në Kosovë është eventualisht me gjetë një vend punës ose me bo ministër, ose me pas një X6, ose me pas një fotografi ku kje femra plot për prapa, për më të regu qje, me kalashina, me M4 e karabina tjera. Do më thonë, është fjala që nëse ky mentaliteti i garës futët, që cili po përjeton ma shumë të këtij zhanrit jetës, jo të zhanrit intelektual, jo të zhanrit akademik, jo ati specialistike profesional. Zotëri Arifi i përmene dëshirat, interesat e të rive, ose mënyrat që kalojnë ata kuhen. Mirë po, so janë dobishme këtu për rinin. Që, prap, më këthy ndoshta te interneti, jo të rrjetet sociale, po interneti si mjet. Mjetin vete nuk ka ndonjë vlerë që ta shton apo ta hekosh në mënyra që është e përdorë, çka do që bën me ta. Pra, interneti na jep neve shumë mundësi, po edhe mundet me na marrë në qafë se thjesht t'i zbon kur gjatë të nditën, mundesh me najtë të vish, qa po di, të këshyr
klipa gollave që kanë hi prej që ekziston futbolli, çfarë di. Do të thotë që ajo është interesante, mëson diçka. Po në anën tjetër i ka të mirat. E tash unë e shoh një shpresë që unë për mes komaj ndonjë myt që në Kosovë ka më ndreq ndonjëherë arsimi se thjesht ka menduar që për me ndreq do të me e shkatru krejt, me janis prej zeros. Qaq mu ka dok i keq, sa që nuk di çysh ja kishin bërë. E mira është që shumë universitetet më të prestigjioze në botë kanë fillu me ofru kurse, land, pa pagesë online. I ki websajtat si Coursera, që ja ka fillu në 2012 edhe tash njerë kanë qenë dhjetra universitetet, tash ka me qindra dhe ofron krejt lanë që aty të shkon mendja dhe mëson shumë ma shumë se sa që kishe mësu për 3 vjetë këtu të na. Sa përdoren të na, nuk ka ndonjë anketë, ma mërë që mundemi me ditë na sa përdoren prej Kosovarve, unë e di që ka qenë një nismë para një vjetë a 2 që me u bo një komunitet edhe me i përkthy ligjeratat edhe materialet në Khan Akademi edhe di që për një periudhë gjua shqipe ka qenë në top liste e para për përkthimin javor se u bëm shumë veta, e morëm me entuziazëm edhe u përkthyn bajgi shumë materiale, po edhe ajo zgjati një kohë dhe tani dikur si krejt punë vullnetare, shkoj raj interesime dhe për ato. Po fakti që pa të qaq shumë gatishmëri edhe me hi edhe me i bo që ato përkthime, mu m'jep, m'ler me mendu që ka njerës që për me interesone. E kam një përshtypje që sidomos për brezat e ri, sidomos për këta që jënë rrit me internet, nuk është diçka largë me, që në fakt është mënyra ma sa një parë që të shkon mend për diçka që s'din, është me hi në Google edhe me halakat. Nëse une nuk di me bo një send, nuk dërzona me thonë, valla nuk di une me ndreq një sigures. Po hinë në YouTube edhe ja bon how to fix a sigures. Qa po di? Light bulb. Edhe mësosh. Tash mundet me të ka pryma, po adin, e mira është që nuk hek dorë qaq me njëherë, nuk e shemu vetën si analfabet që nëse donë me ditë diçka dush gjithqysh ose me qenë ekspert që ki kry në shkollë, ose dush me thirë një ekspert, po me njerë e ki qatë përshtypjen që potencialisht edhe unë muj me ditë qatë problem. Mesar, jo drejton në një emision ku rinia garojnë për një vend pune. Gjykimin tënë, çfarë mund thuash, sa është punëtore kjo rinia juna, sa janë punëtore? Sa dojnë punën në farë mënyre? Sa dojnë punën, është përgjigje, bagi, nuk më mu përgjigje kështu letë. është shumë letë me thonë, jo shumica të na jenë Dembela, po në anën tjetër, edhe unë jam qasi Dembela, edhe unë nuk e du punën që ashtu që mu knaq me të dhe me ndajt 40 orë një avë që t'i punu se shumë po knaqna. Nuk ka qasi pune. Po ndaj, kjo është ma shumë problem me sistemin shoqëror të cilin na jetojmë. Pra, është që ky sistem i kapitalizmit, qësaj periudhe, fundi shekullit 20, fillimi shekullit 21, që thjesht ishte krejt njerëzit me pas një stres të vazhdueshëm për mbijetesë, edhe nuk ka të hapsin për mu knaqti me që ato që e bën. Tash, normal që është një Dembeli për me punu, se prej fillimit nuk niset me qef. A kanë hesap të rritë me qenë Dembela, deri në një mas bagi, po. Se kanë përkrajen e familjes, një përkraje modeste monetare, sa me mbitë gjallë, dikush prej jashtit, ko pas kohë, ja lendo pare, se ja blendo dhurata, edhe dyqysh e shtynë eksistencën e vetë. Nuk ka shumë, po e shtynë. Në anën tjetër, mos të kish pas qatë përkraje, me siguri kish kap një farstesë, kish tonë, okej, do të me punu gjithqysh edhe kish punu. Jëm të gjujt mendimet kështu prej të na anëve, po ajo që ka unë e kom qef me ndodhë me tri tonë, është ma shumë me undalë dhe me mendu, jo vetëm me pas një punë për me marrë një rogë, po qka kanë qef me bo me jetën e tëne. Edhe që kjo, që shpeshonet e generata që në halja ma treja se one, është ty funksionu shumë mirë.
Unë po du me thonë edhe një element me shtu gjithë kësaj, që nështë mund të sjelle ose Dembelin, nëse dhe me qujtë si tillë, ose mos entuziazmin për me realizu ndonjë aspirat më të madhe. Njëtë është fakti që e shef i dha epitetet parës që edhe Gullashaxhi, edhe Bari, me gjithë respektin për profesionin e Barive, ka mund të bëhet një fytyrë publike, po absolutisht me shumë respekt ndaj tij. Vista sugjok Shamarun janë pak më. Gullashaxhi për rrimat e ajo. Domethënë mund të ketë bëhet një pozicion me një institucion publike ka zonë, ka vënë një kravat, ka mbri pa ju fut procedurave, pa konkurruar në vijën e rregullt ose pa pas ndonjë background akademik të kualifikimit, e jep një shans që po u kapa me parti me cilën do të qoftë, edhe unë do të arrit në pikën e njëjtë pa pas nevojë me hec procedurat që i ndjekin tjerët me sfidat edhe me peripecitë e studimit edhe tjetës që janë. Domethënë edhe kjo mund të jetë që mendoj nëse hipotetikisht do të na shohin shumë tri që shpresoj në këtë emision. Veç në diçka, ju dy që keni qenë jashtë, keni qenë nëpër universitete. Çu shpjegoni faktin për shembull që këtu në Kosovë jashtë sa më i vjetër që je, madje është edhe një kriter që edhe gjykatës, me qenë gjykatës si gjykatës supreme, gjykatës apelit, nuk mundesh me qenë në moshën 36 vjetë. Profesorët atja, diçka do më thonë me qenë profesor universitetin në Vjen, ose në Londër, ose në Stockholma, do të me pas mostecet veshën vesh si këta dy. Këto, me shkute me po kush jep mësim. E ka një bojnë këtu në për instanca, dekona, asistenta. Po ti duhet pare me dhonë fëmin tanë mësë me quqë ato. Ma mira i Bariva atje se Bilia Kallxhena i prall, atje që i rundelet, këta e kanë degradu sistemin arsimor. Sepse jashtë merreti Bill Gates. Bill Gates nuk ka pas universitet. As ti s'ka pas, po kanë pas ka 50 njerë baballarë që kanë ka shik, ajo. Bra, po dhe po në gjeni. Po kanë qenë gjeni normal. Domethënë genialiteti i rinisë son mund shkoje. Eksakt. Po problemi është trit në Kosovë. Nuk ja spjegon kërkush në shkollë, çaj kur të kërkon punë, duhet dy gjëra me i pyet. Dy gjëra. Sa më zhvillon mu ky vend i punës, sa zhvillon personalitetin tim, dijen time, dhe sa ka me fitu trajnime. Po pyetja është kjo, sa ditë kena pushim në vetë dhe sa e kam rrogën. Sondazhin që kemi marrë ne për bazë, sektori më i lakmum, dilke të jetë sektori publik, me 46%, që e dëshirojshin me punu në sektorin publik. Eksakt, në punë dërzhavës. Veç para se marrë të punë, të pyetja që the, se ma shutove idenë harrova palës në harrove? Jo, më kujtu thash. Para se më thonë që më ofron mu ky vend i punës, unë mendoj që secili i ri e ka kritike me parashtru vetës pyetjen çfarë duhet bëj unë me jetën para se me pyet vendin e punës mas pare. Domethënë unë ndjej fatkeqësi pa pos punës, gjosë me bo me jetën veç me këty pe lisit. Se si arrin me u prit trit kundrejt, në fakt, jo kundrejt, po në drejtim të ndjekjes së një stili thug life, apo të këtyre të reperit, apo reperave, domethënë ta si zhanri ose nëse asgjë s'bëm, nështë ta më bëm këngëtar. Te muzika o burr. Jo, unë s'jam kundër muzikës, jam kundër stilit e jetesës, po flas këtë. Po stilin e jetesës e ndrejt veç kur ki punë. Se s'ki punë, s'ki kur farë stile. Unë po du me jalon komplet fajnë këtë rast institucioneve që po du me jalon ti, se po mendoj që kemi barë se cilin individualisht në spari. Në thash familja dhe institucioni, dyja. Po, familja duhet jetë pa tjetër një shtyc i shkallë që me dit me orientu fëmijën e vetë. Për shembull, ne në për shkolla, unë vajzën e kam klasën e tretë, kërkush nuk na ka thirrë neve ndonjëherë drejtoria e shkollës, në asnjë shkollë, me na pyet ju si prind. Çka mendoni? A janë nxënësit ngarku me detyra, a janë nxënësit, apo kupton, nuk ka bashkëpunim, sistemin arsimor në Evropë, a ndërtojnë prind bashkë me kluta. Na jena në kohën e gurit të burr. Na jemi jashtë autostrade. Nuk ja u hek prej shpatullave rinis, që ma shumë preferojnë me kalu kohën për kafenin, ndoshta edhe me diskutime
ç'a bën ajo se ç'a bën ky, se sa me u ndalë dhe me pyet ndoshta ato. Problemi është te diskutimi që ndodh në kafeneze. Te në kafene mundesh me e diskutu idenë geniale që ka me revolucionizu krejt botën edhe me ndryshu mënyrën e jetit. Se kon problemin unë çati, problemet e përmbajtja. Te përmbajtja pikërisht aty po do mund ndalë, s'është fjala se ku po do me diskututi. Tek e fundit shpike më ndajë më bën ndoshta në për garazha, në për ambiente jo të favorshme për me kriju një aktivitet. Atë tregoj një shembull konkret. Për shembull, mohabeti në vend të civilizuar mes prindërve dhe fëmijëve është ky. Dëgjoj me vëmendje dialogu, se sociologët vyn këto figurat krahasuese. Sa alo si shkputi as vetë për interneti, për studimeve ato. Mohabeti në vend civilizuar, prind edhe fëmijë është ky. A ishe me mamin teatr. A dëgjove se kish dalë në botim një libër i ri. Kish ardhur një film i ri, a do planifikojmë të shkojmë në kinema, të ne qërë qka është. A e pe me nëmën qëfar flinje këmë qitë. A e pe qëfar së gjuki e kena bon. A utan, tash baba se t'vjen. Se t'vje baba në shpe, thët ku qëfar kerri këmë ble. O burë, nivelli muhabetit të na është i të mërshëm. Dhe ky muhabet është edhe në për kafet Prishtinës. Kafet Prishtinës dëgjo, ja të i thonë qëri këta katunartë, ja qëri këta qytetarë. Halo nëse dim konceptin që kanë qytetare katunarë. Kështu që kjo duhet më ndryshu. Qësh ndryshuat kjo? Përmes sistemit të arsimimit që në qerë dhe. Mja kop si kur shteti suedez, mëse të një Skandinavin, a që ba Suedia? Suedia ta vjedh fëmijun. Suedia nuk e len prindi budal me e eduku fëmijun. Se shtetit a edukon. Një edukatori ka 3 fëmij. Prandaj shteti duhet me fillu me investu. Ma shumë qerë dhe, ma shumë shkollë fillore edhe në gjimnazu. Fakultet, pastaj, ke hynë autostradë. Kjo është dhe pjesa e dytë, rikthehemi me njëherë të avajallën se themi pas publicitetit. Shkojmë marketing, pastaj rikthehemi me pjesën e tretë e emisionit. Jemi rikthyer përsëri në studio. Arjan, çfarë mund të themi, cili është modeli që kanë të rinjët sot, ose cili është modeli që ata duan të arrijnë? Mendoj që ajo që e përzgjedhin një ri si role model për me ndjek në jetë, varet prej faktorëve të jashtëm, ndoshta edhe të brendshëm për me u kthyer te familja. Se në këtë pikë jemi dakord me zotëri Milaimin, por jo të ajo që gjithmonë institucioni duhet të kryej kushtet, për shkak që mendoj që duhet me marrë diznet në dorë edhe një ri si individual, si individ. Domethënë, varësisht prej kontekstit social ku gjendet, çfarë ngjyre diskutimeve zhvillohet, çfarë hapësire i ofrohet, ndoshta a ka stimulim prej familjes këtë rast, aty jemi plotësisht dakord që mendoj duhet të jetë familja shtytësi kryesor për me orientu, dhe pastaj si faza e pjekunisë, sidomos në adoleshencën e vjetë e shtyr, ku është shoqëria që e ka përzgjedhur për me kalu kohën me ta. Si till një ri ose ka me zhvillu aspirata në kontekstin e Kosovës të një politikani që mund të aspirojë me qenë politikan, se i ki senet në dorë, kësi interpretime tilla që jemi mësuar me dëgju shpesh, një muzikanti ndoshta, për shkak që kam ia dhënë hipotetikisht stilin e jetesës të dëshiruar, atëfar jetën utopike. Dhe më e fundbin, nëse është në fund listës prej një varg gjanave, kish me qenë ajo e një akademiko apo e një studiozi që të zgjedh shkencën edhe të zgjedh rrëvijen shkencore për me ndjek, për me jetuar si jetë. Fatkeqësisht kjo është e fundit dhe ndoshta më jo ekzistente te na, për shkak që si kulturë shkencore në shoqëni mendoj që ka pak nëse jo hiç, domethënë si e tillë nuk ka një inkurajim në inovacionin në shpikje, nuk ka, unë kam pas në fakultet në fillim drejtimin e mekatronikës, tu mendu realitetin tem, mendoj se që i shpikjet e makinerive të cilat kanë me përshpejtu ose kanë me hek ndoshta nevojën e faktorit njerëje për me automatizu gjithë procesin e prodhimit, janë minimale ose jo ekzistente plotësisht. Prandaj si e tillë kam adheruar në drejtim tjetër të shkencave të softverit dhe është ndrua dhe orientimi prej realitetit konform si kam ekzistuar në atë kohë. Domethënë çka më ka stimuluar mua e tash aspirata kryesore e këtyre trive është dalja jashtë vendit, ajo që quhet brain drain në terminologjinë
shkencore, do të thonë edhe ikja e trurit prej vendet, apo edhe ata që janë më talent, edhe ata genial nëse kishim me i quajt, synojnë me dal jashtë dhe fatkeqësia më e madhe kishim qenë në këtë rast që ata të shkojnë të bëhen në baushtell atje. Do të thonë jo ta shfrytëzojnë atë kapacitet që kanë të lindëm, atë dhunti tyne dhe ta përpunojnë, mirë po dalin në profesion që absolutisht ndoshta s'ka të bëjë me ato ku kanë qenë, ku kanë pas prirje. Në këtë vijë për mbyll këtë pikë, mendoj që fatkeqësia e dytë pastaj, pasi dalin jashtë prej përvojave të mia në Evropë, kum pa që konkurenca e trive shqiptar janë sinqerisht në gishta që mundesh me i numëru në për institucione me prestigj në për vendet punës ku tregohet që për me ka punuaj, ka studiuar dhe ka mbrin atë pikë. Do të thonë një prej rasteve që është përmend në kohën time sa isha atje, ishte se drejtori i një departamenti të telekomit të Austrisë ishte pas bërë një shqiptar për fatin tonë të mirë. Në raste të tjera, për kuriozitet, shumica e vendeve të punës menaxheriale i kije janë serb, janë kroat, janë ndoshta të vendeve tjera të Evropës, mirë po shqiptar fatkeqësisht ishin shumë pak në atë kohë. Domethënë, orientimi është që shkoj e të vit kthehem ndoshta 3 javë. Më varet në cilat drejtime. Ka qenë ndoshta në brezim kur kemi ikë jashtë, po tash ka ndryshuar. Unë po flas për të rinj që kum ndajt me ta vetë. Ki plot shefat spitaleve, ki intelektual të jashtëzakonshëm në për Evropë dhe në Amerikë. Jo, nuk më mohojmë. Do të thonë nëse marrësh në proporcion. Edhe menaxher. A kupton? Unë kum dëgju për të rinj që dalshin në një shtet tjetër të Evropës për me marrë, do thonë aspirata aty në 21 vjeçarëve, me ndru shasinë e kerrit dhe marrë me shtetin tjetër. Unë të garantoj me jetë që studentat shqiptarë që janë të mirë këtu, që mbarojnë gjimnazin shkëlqyshëm, janë studentat më të dallum kudo që shkojnë jashtë. Këto ta dëshmoj, tash mboret për kuje ke morë informacionin. Jo, unë po flas për ata me cilët kum ndajtun. Kisha më pas qenë në qenë tash si ke najti me naj shofer të autobusit, ai normal për tram. Me studenta, jo me shofer autobus, me studentat që kanë marrë prej këtuit me aspirata, unë ndi që kanë marrë me shumë zell, ndoshta për shkollë dhe kanë vetë punu punë krahut, sinqerisht. Fal, po ton nuk munden me shku, ajo është e vërtet, po ka me shku. S'munden gjithë ndoshta me arrit atje ku ata dojnë. Po me gjitha te ka qëtash jena shku shumë mirë për para. Okej, edhe nëse janë të suksesshëm, sa për e ty i ke në anën tjetër që vine dhe jep kontributin? Ku me ardhë mëre këtu, po këta të njekin hungardhe, po këta veç budallën e dojnë. Në një farë mënyrë ose absorbohet në shështim ku ka shku, ose eventualisht i shuhet edhe ajo cilën Më falë, gjdo... Jo, po japë ta marrë një shambull konkret. Gjdo fakulteti gazetarisë, o gjdo institucion, e kësh pos për ndërë, për shambull, me shku me dhomë mësimën teknike në intervistës edhe gazetarin hullumtuse. Linë pytja, pse s'm ka hapë kërkush derën? A e kupton t'i këte pse? Sepse në kryt institucioneve ki debilat o burë. Debilat, këtu bo arsimi biznes. Zotëri Zeka, nëse tani modeli i trives që e përmendi Arjani mund tjetë, ose është me i lakmush një politikani, kohën tuaj, cili është modeli i preferuar ose këne kishe si model? Unë tanë jetën model e kum pos babajnë temë, sepse ka qenë brezi pari studentave të mbas luftës i shkollum, unë kam jetu me libra, kam njoftë si fëmi 4 vjeçar, kam njoftë edhe gjuhën arabe, për shkak se gjyshim ka qenë studius i madhe gjuhës arabe dhe ka qenë ligjerus në medresën e Gjakovës, shu që modeli kam pas gjyshin edhe babën, normal edhe disa mësus. Disa mësus i kam pas për model të mirë, disa i kam pas për model të keq. Po të çështja e modelit që unë gjithmonë insistoj tek familja, ndërsa financa duhet me të kriju shteti për shkollë, për qerë dhe për ato infrastrukturën, po flas shteti. Po baza është tek familja. Vajza ime e madhe, Dafina, është inxhiniere në Suedi, ndërtime të larta. Kur ka qenë 4 vjeçare, duke hyrë në disa banesat Suedis, tha babi këtu banon Edi, kur se harroj emrin e këtij fëmijë. I thash unë pse ti ke qenë te Edi? Jo, tha po një vizatimet në Suedi fëmit i ngjesin vizatimet në derë të shtëpisë për jashtë, i lepitin se themi ne. Tha po baba i Edit tha merret me motora, edhe Edi gjithë ditën nxjerr dhe tha vizaton vetëm motora. A kupton?
Dhe unë e kam ditë që fëmijët e mi duke më pas mu si model që kanë rritë me libra, kanë orë në studio të televizionit, fatja më i madhe, kapitali më i madhe është se fëmijët më kanë kry shkollë, madhe janë është inxhiniere, dyta në mjekësi, kam punu me ta. Ne duhet themi që prind duhet shumë t'i kushtojnë kohë fëmijëve të vetë. Edhe sa ma largë lajmeve. Ata le ta kenë model prindin, pastaj inshallah edhe ndaj profesor të mirë kanë këtë Visar, model. çfarë mundesh me thonë për modelin? Edhe visarin mund me pos për model për kujdesje të natyrës. Seriozisht e kam. Ky gjithë atë fushat që e ka bënë e kam admiru, nuk e ka bënë me tallje, ne do të shumë t'i përkushtohemi ambientit. Fande shumë. Unë kisha thonë që të rritë duhet, kur dojnë me përzjedh një model si shembull, duhet mos me qenë modest. Me kërkushëm. Elon Musk, këqyre gjeje ma të mirën në botë që është për momentin, njerën që ka arrit mas shumë që ato krijo model, edhe mësyja andro me bo që ato. Nuk kemi pse, a mundesh me mbri, as mundesh me mbri, kulmin është çështje tjetër. Po s'ki nevojë në ëndër me bo kompromis, me qenë modest edhe me ull pragun me njëherë. S'ka lidhja e mbrin ajo. Gjuj larg, ku të mbrin, hit s'ka lidhje. Jena në fund të emisionit, krejnë fund me pak fjallë. Cila është pritshmëria që mund të kemi, që duhet të kemi nga kjo rini? Unë e pritshmëritë e kam shumë të nalta. Dorën zemër, mendoj që me u kthy te tema pse të rritë po e lëshojnë Kosovën, mu nuk më doket që e këshyrim si problematik në një mënyrë jo korekte, se me njëherë debati zhvillohet po e lojnë Kosovën, vendin e tëne. Haro, jo, vendi jam është planeti Tokë, për momentin, mas 20-30 vjetë e ka me qenë edhe Marsi, edhe se cili i ri nuk ja ka bërgjë me jetu në Kosovë, kur kujtë. Se cili duhet me pas synim edhe ambicje me arrit ma të mirën që mundet prej vetës, ku do në botë. Tash pse me jetu në Kosovë, unë mendoj që edhe Kosova, me krejt të lashët që i ka dhe potencial të madhë zhvillimit. Se jemi shtet që jemi të janis prej zerës, është shumë avështirë me e ndryshuti edhe me reformu një shtet që funksionon që qindra vjetë, është shumë alet me jep formë një shteti i cili e ka shpallë pavarësinë 2008. Pra, jemi shteti me mas shumë të ri në Evropë, pra me populatën ma tre, jemi shtet i ri që i bjen krejt organizimin shtetnor, mundemi me e bo pa pik problemi prej të zerës që shdojmë na, edhe kemi qasjen në internet. Pra, kemi qasjen në informata, rinin e kemi, edhe shtetin e kemi bajgit hapën për eksperimentim. Unë e shoh si potencial këta, nuk e shoh si mangësi, unë mendoj që na si të ri, duhet me zhvillu imagjinatën edhe jo me shku detyrimisht në rrugë që kanë shku edhe shtetet tjera, po hajde po shkojmë një hap për para. Qysh mundet me u bo Kosova një shtet edhe maj mirë se Norvegjia, edhe maj mirë se Zvicër. Shembull të mirë ki Estonin edhe vendet tjera që e kanë pa zhvillimin e teknologjisë si një prej përparësive kryesore, edhe që asaj i kanë gra, edhe ka funksionu shumë mirë. Na duhet krejt mu bo programera. Edhe nëse s'do mu bo programera, edhe nëse do mu bo mjek, mëso programimin gjithçysh. Leto është ashtu si një aftësi e përgjithshme, e se cilit prej neve. Pasi më lem, cila është pritshmëria për këtë rini? Po, unë nuk jam kështu fort dashamir i prognoza, nuk e di, po unë shpresoj që me liberalizimin e vizave, trit do shkojnë jashtë, edhe pajtoj plotësisht me mujtë krejti kësha qitë jashtë, kësha lënë këto veç plestë edhe gjamë, një 5-6 vjetë, edhe pastaj me u kthy këta tri, krejt kanë më kthy ndryshe. Unë nuk shoh shpresë shumë tek politika. Politika veç po sillet një vend, po vinë të njëjtet njerëz, por unë shoh trit me i shfrytzu kapacitetet e veta të dijes, kapacitetet intelektuale, edhe me i bashku me përvojat e Evropës edhe të Amerikës. Kështu që jam shumë optimist.
jam jashtëzakonisht, kur 2000 vjetë ma mirë Kosova s'ka qenë, në aspektin e lirisë fizike, lirisë shpirtërore edhe lirisë intelektuale. Tani kemi ndorë vetë me ndërtu. Divshëm me ndërtu, e ndërtojmë. Mësë divshëm, e rëdzojmë që të farë kalajet vogël 8 vjetë që kemi ba dhe rrimë shatora. Arja me pak fjollë, pasi që kemi kaluar limitet e kohës. Qarta, u thanë dyjat, mendoj që jemi në pajtim në këtë pikën finale të pritshmërive. Unë mendoj personalisht dhe shumë sinqerisht që njëkohësisht me keqardhje, kur shoh që potencialin e jashtëzakonshëm, padasht me folklorizëm, me arrit mendën që na shqiptarët jemi shumë të mençëm ose çfarëdo interpretimi që mund të merr kjo, por mendoj që ka potencial të shkëlqyeshëm, të jashtëzakonshëm në shkallësitë e trive, të cilët duhet me shumë sinqeritet dhe seriozitet me reflektu për me përcaktu kanalizimin e aftësive dhe shkallësive edhe dhuntive tyne që i kanë ku do me i çu në jetë. Si teknolog një herët mendoj që për rrethonat tona aktuale si shtet apo në Kosovë, pa liberalizim, pa drejta barabarta, ndoshta që mund me gëzu edhe një ri një shteti tjetër për arritje teknologjike, mundemi me shfrytzu teknologjinë me qenë se e kemi këtu si tha dhe Visari, për me arrit me shpreh ekspertizën nivel global. Apo ky globalizim, ky afrim i komuniteteve, i etnive, i gjuhëve ndryshme përmes internetit që ka ndodhur, është një mundësi e jashtëzakonshme që secili i ri, i një profilit caktum, i cili de facto kishte me pas mundësi me u aplikua përmes vijave online apo përmes vijave virtuale, ka një varg faqesh atje në internet, cilat consulting mund të bëjë, këshillim në profile ndryshme për kompani të shteteve të ndryshme. Domethënë, nuk limiton as gjeografia në anën tjetër, nuk limiton absolutisht ajo e cila asnjë rrethon tjetër as demarkacion apo demarkacion, e vetmja që mundën me të limitu ty për me dal mbi skenë atje, është insistimi yt për arritje, aspiratat e tua, zhvillimi yt natyrisht, edhe me këtë ti mundesh me qenë shumë ekuivalent me secilin tri, secili shtet botës. Shumë unë e shoh këtë gjë. Prandaj si qoftë rekomandim ta shojmë përfund, mendoj që i riu sot ka nevojë që të ndalet, edhe nëse nën kupton që 3-4 ditë në javë mos takohet me asnjë prej kolegëve të tij apo në kafe ose jo në kafe. Visar spaku le të mbyllet në dhomën e tij të xhumit edhe le të meditoje për orientimin që do më ia dhon edhe kahjen jetës tij. Për shkak që mundësia na dha ose s'na dha liberalizimi i vizave, de facto e ki shansin përmes internetit, qoftë një jurist, qoftë një ekonomist, një inxhinier, me i dhon këshillat, me shfrytzuar shërbime të cilat edhe janë fjala për pagesë, apo domethënë si vend punës ta shfrytëzojë internetin pa pas nevojë me prit nëse duhet me konkuru në shtet ose jo, për me ardhur deri te një punësim, e ato me bë përmes vijave të internetit dhe me qenë jashtëzakonisht i lumtur, ndoshta edhe më shndrua gradualisht si rol model për kolegët e tij me cilët ka pi kafe në kafe deri më herët apo. Kaq ishte për sonte, duke falendëruar Muzeun e Kosovës për këtë hapësirë të bukur dhe tre të ftuarit e mi. Ju them natën e mirë dhe shihemi javën e ardhshme.